Lideri i BDI-s Ali Ahmeti ka folur në lidhje me ndryshimet eventuale në qeveri. Ai tha se vlerëson hapjen e Arben Taravarit duke thënë se ai ka kuptuar se qeveria është anti-shqiptare. I pyetur nëse do të ketë bashkëpunim me Taravarin, ai tha se kjo situatë do të shqyrtohet nëse ai del nga qeveria. Akoma nuk është biseduar kjo çështje, do të thirren të gjitha palët e frontit dhe të shqyrtohet e tërë situata. A ka vend për bashkëpunim me zotin Taravarin? Sigurisht ne vlerësojmë hapjen e guximshëm të zotit Taravarit që e ka kuptuar shumë më herët që kjo qeveri s'është asgjë më shumë se sa një qeveri anti-shqiptare. Akoma nuk është ndërtuar një strategji në këtë drejtim. Zoti Taravari më duket se tha, unë nuk kam lindur në qeveri, në momentin që do jetë i papranueshëm, jo i përshtatshëm, ai mund edhe të largohet. Po këto janë çështje të zotit Taravari, nuk janë çështje të Bashkimit Demokratik për Integrim, as të Frontit Evropian, janë çështje të brendshme që zoti Taravari do t'i drejtojë dhe do t'i menaxhojë. Unë që shoh që vleni nuk është vlen më, pa u len. Akoma nuk ka biseda finale. Bashkimi Demokratik për Integrim akoma nuk i ka thirrë organet drejtuese të partisë. Mendoj që brenda javës do thirren organet më të larta të partisë